Nevoja për konsulta me psikologun, si mund të bëhet që të largohet kjo stigma që ekziston? Ndoshta kjo pjesa që na si individ secili ta krijojmë veten dhe të flasim hapur për atë se kush jemi dhe për përvojat e tona jetësore. Secili individ do të ka një histori jetësore, pa marrë parasysh çfarë profesioni ka, çfarë niveli ose çfarë pozicioni në shoqëri ka, secili e ka një të kaluar dhe një jetë emocionale dhe sociale në cilën ka kaluar në të kaluar. Po kështu që nëse na jemi të hapur, secili individ ta pranojmë veten ashtu si jemi dhe të flasim hapur për gjendjen apo shqetësimet nëpër të cilat ne kemi kaluar dhe rëndësinë e gjithë këtyre faktorëve ambiental që po ndikojnë me randu shëndetin tonë mendor dhe preventivat që duhet na me i përdor me pas kujdes në mirëqenien tonë të përgjithshme, besoj që me kohë gradualisht edhe vjen dhe vetëdijsimi me pas një nivel më të lartë shoqërinë tonë.